Përshëndetje në podcast show, episodi i radhës. Sot kam të ftuar një mik, një njeri që mund të them ka bërë shumë për komunitetin, ka bërë për Shqipërinë, ka bërë për vete, po ka bërë dhe për ne, sepse është një shembull që si duhet ta duash Shqipërinë jo përmjet një ignorancës, por përmjet dijes dhe kulturës. Kam të ftuar mikun tim Dritan Demiraj. Mirë se keni ardhur, Dritan. Mirë se u gjeta, ju falemderit. Edhe ky podcast është një vlerë tjetër e shtuar e komunitetit shqiptar amerikan të Detroit. Unë dua të njoh pak edhe me komunitetin, edhe me publikun që na ndjek, se kush është Dritani, si është jeta e tij, ku ka lindur, si u i zhvilluar, sepse të gjitha këto të tjerat shkollat, studimet, akademit i njohim. Por s'të njohim pak kështu, sepse po të them drejtën, unë kam ditur nga Tropoja, Dritan, flasapur. Unë jam vlonjat me origjinë, jam lindur në Shkodër dhe pastaj nga mosha 14 vjeçare dhe deri sa erdha në Amerikë, kam jetuar në Tiranë. Kam përfunduar shkollat si çdo student tjetër dhe gjithë jetën pastaj kam punuar në Tiranë. Jeta juaj në Tiranë ka qenë një jetë, domethënë, plot aktivitete, plot luftra, apo mësimdhënie, se të gjitha domethënë kanë qenë bashkë? Karrierën e kam filluar si profesor në Akademinë Ushtarake për 3 vite, më pas kam punuar te forcat speciale Renea, më pas kam punuar tek forcat speciale të antidrogës, pra 88-a, reparti 88, reparti 77, dy njësitë më elit të Ministrisë Brendshme, më pas për 2 vite tek Presidenti i Republikës, zoti Recep Mejdani, një vit dhe një vit tek Presidenti Mojsiu, dhe më pas nga viti 2003 derisa dola në rezervë, kam punuar tek forcat speciale si komandanti i forcave speciale, komandanti i regjimentit, forcave speciale dhe komando, dhe më pas jam larguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një largimi të paligjshëm, të cilin edhe pas e hodha në gjyq e fitova me të drejtë rikthimi dhe më njoftën të 6 vitet e tjera të cilat kam qenë i liruar. Më fal, duhet ndërpres. Dhe nga ai moment në 2015 shtator dhe deri më sot vazhdoj të jetoj në Shtetet e Bashkuara. Dua të kapem në një që dola në rezervë. Si ka mundësi që një njeri me kaq vlera, me kaq shkollime, me kaq po të them trimërira, historira, del në rezervë? Në kulmin e tij, në momentin kur njeriu duhet të jap më shumë se sepse është i pjekur, mendërisht është i pjekur, psikologjikisht, di shumë gjëra, di si manovron. Si ka mundësi që në momentin që ti do jep një akoma më shumë vlera, ikën nga puna? Fatkeqësisht në Shqipëria drejtohet nga njerëz, nga politikanë të cilët nuk e duan dijen. I kanë shpadhur luftë dijes, kulturës, integritetit dhe dashurisë ndaj dheut. Dhe pikërisht nuk mund të them në ministritë e tjera, por që në momentin që erdhi Ministria e Mbrojtjes në shtator të 2013-s, Mimi Kodheli, e cila më pas në bashkëpunim edhe me Ministrin e Brendshëm Saimir Tahirin zhvilluan disa aktivitete jo të ligjshme në Shqipëri, larguan nga puna gjithë njerëzit të cilët kishin qenë të trajnuar dhe konkretisht unë të paktën kam mbi 4-5 milion dollar trajnime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjermani dhe në një pjesë të shkollave më të mira të botës. Dhe pikërisht është kjo përplasje që pata që në momentin e parë me Kodhelin, e cila pastaj në shkeljet të gjithë ligjeve dhe rregullave, qofshin këto ligjore, por edhe ushtarake ndërkombëtare, se ndërkohë ne ishim shtet antar i NATO-s, më largoi nga puna në mënyrë të paligjshme 2 ditë pasi mora dhe titullin e lartë nderi i kombit për profesionalizëm, për dinjitet, për integritet të drejtimit të 7 misioneve luftarake të cilat zhvilloshin për herë të parë dhe të fundit në Shqipëri, në Afganistan, me njësinë më të mirë që ka njohur historia, forcat speciale të ushtrisë. Më fal, Dritan, por kur u mor ky vendim, u mor vesh ky lajm, çfarë than kolegët e tu? Sepse të kesh gjithë këto vlera dhe ti ikësh me urdhën e një ministre që ndofta s'mund të jetë edhe e informuar
Se sa po vjen dhe eq, këtë se kuptoj. Ishte largim I qëllimshëm I njerëzve profesionist, pasi fati na solli që ajo që më largoi mua në dhjetor të 2014-ës të ishte kolege në të njëjtën qeveri në vitin 2017 në qeverin Rama 2. I fole me butësi apo me inat? Sigurisht kultura dhe edukata ime është krejtësisht e ndryshme nga kultura dhe mënyra se si vepron operon rilindja e Partisë Socialiste, dhe është pikërisht viti 2017 kur unë isha ministri I brendshëm, kur pash dhe denoncova përpara gjithë institucioneve ndërkombëtare aktivitetet e paligjshme ku Ministria e Mbrojtjes përdorej radarët fikeshin për kalimin në Adriatik të trafikut të kokainës dhe të heroinës, dhe pikërisht me këtë rast I kam tërhequr edhe vëmendje publikisht përpara gjithë opinionit publik dhe kryeministrit në atë kohë ministres Kodhele për përfshirje në trafikun e drogës, njësoj si ish ministri I cili tashmë në atë kohë ishte në hetim ndërkombëtar dhe më pas u dënua, u vërtetuan pra akuzat e opozitës, një qeveri e përfshirë, flas për këto dy institucione në trafikun e paligjshëm të narkotikëve drejt Italisë. Ç'më bëre tani. Tani unë I kisha dëgjuar këto, po nuk I kisha besuar se thosha sepse opozita I ka këto. Kam të gjitha materialet dhe dokumentat dhe raportet e drejtorit përgjithshëm të policisë që Ministria e Mbrojtjes me porosin e Kodhelit fikin radarët dhe të gjitha u vërtetuan nga antimafia italiane dhe nga Europoli, të gjitha të denoncuara nga SPAK-u përpara opinionit publik. Pra çdo gjë që unë kam denoncuar është e vërtetuar 100% për shkak sepse një ministër I brendshëm nuk mund të punojë kundër vendit vet apo për dëmtimin e imazhit. Por në këtë rast misioni I ministrit brendshëm është I shenjtë, nuk është në funksion të partive politike, por është në funksion të kombit shqiptar. Po mirë, ti spronove një kompromis, ta kishe mbyllur gojën dhe do ishe në punë sot. S'ndodhi kjo? Jo, kompromiset me sigurinë kombëtare, me ligjin dhe zbatimin e ligjit për të gjithë ata që m'njohin mua që nga viti 91 dhe deri më sot, përfshi edhe njerëzit këtu në komunitetin e Michiganit, në New York, në Washington DC dhe në Florida, e din që un kam pas shumë oferta, por që përpara ligjit un kam zgjedh ligjin dhe pastërtinë morale. Çfarë ti thua tani? Hajde ta futësh koronelin në rrugët keqe. S'futet, nuk ka mundësi. Po të bëj një pyetje kështu pak më konkrete. Si e vlerësoni situatën e sotme në Shqipëri? Është Shqipëria tashmë prej 13 vitesh. Dëgjoj, e dua një vlerësim korrekt me 4 pika. Pse? Ajo që po ndodh sot në Shqipëri është ngjarja më e madhe, më e bukur, më e jashtëzakonshme e popullit shqiptar, e cila po drejtohet nga rinia shqiptare. Pra këto protesta si pasojë e keqeverisjes janë një ngjarje e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Së pari, së dyti, ju dini që tashmë ka pas probleme. Shqipëria po përballet me probleme të mëdha, krahas zhvillimit në disa aspekte, nuk mund të themi që nuk ka pas zhvillim, por ajo që mund të themi më e rëndësishme nga të gjitha është që ndodhemi në momente kritike. Për shkak se për mendimin tim, dhe unë kam të drejtë dhe kam mundësi që ta argumentoj, tashmë ju e dini që unë jam shumë aktiv në gjithë televizionet shqiptare, por edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtesë të bashkëpunimit me agjensitë më të mëdha dhe institucionet amerikane për situatën në Shqipëri. Shqipëria po përballet është në një nga situatat më kritike sepse po depopullohet. Pra kemi një largim prej 1.2 milion shqiptarësh që është një nga situatat më të tmeshme. Ma shpjego pak pse ndodh ky depopullim. Kush janë arsyet? Janë arsye ekonomike, një e para punës. E dyta për hir të arrogancës Jo, përgjigjet e Japonës, mund të them jo përgjigje. Jo, po të them këto, kush është ajo e treta, kush është ajo e fteura? Ata thua se këto I di. Këto I kanë për televizion. E para është keqeverisja. Së pari, së dyti, është kushtet e këqija në të cilat jetojnë shqiptarët, rrogat e dopta,
niveli i jetesës është, pra shpenzimet dhe niveli i jetesës është shumë i lartë dhe përrjelloi pagesat në të cilat paguhet rinia shqiptare, nuk ka mundësi ta përballojë këtë jetesë. Tashmë çmimet e banesave në Shqipëri në mënyrë të qëllimshme janë rritur, janë 10 fishuar. Janë rritur. Janë 10 fishuar. Është ajo qëllimi. Kemi një plan, po zbatohet një plan i fshet depopullime nëpërmjet rritjes artificiale të çmimeve, për shkak se si pasojë e pagesave që rrogave, si që themin në gjuhën popullore, që paguan shqiptarët e kanë të pamundur. Pra i duhet një çifti që të punoj 150 vjet që të blej një banesë. Së dyti është në Shqipëri është shkatëruar komplet sistemi shëndetësor, sistemi arsimimit dhe jo ta mbaroj. Dhe një nga problemet kryesore është sepse kjo rini përfundon në universitetet dhe në punë futen vetëm patronazhist. Në të gjitha strukturat e shtetit, që nga kreu i shtetit dhe deri në strukturat poshtë, ministrat, zëvendëskryeministrat, kryetarët e bashkisë, kryetarët e komunave, punonjësit, drejtorët, deputetët, administrata, të gjithë kanë vetëm një gjë të përbashkët. Janë analfabet, janë ignorant dhe janë njerëz që nuk mbrojnë interesin kombëtar, por janë atje vetëm për të shërbyer rilindjes. Në momentin që ti, se më kaloj një pyetje do bëj, në momentin që ti u bëre zëvendës ministër, ti Ministri i brendshëm. Ministri i brendshëm, më fal. Ti e ngre këtë karrim? Fillove dhe ti të fillove të bënje deret, të ishnje dhe të vinje? Arrite deri atje? Sepse karike ta bën. Po sidomos kur është një karike 14 vjeçare është akoma më e keqe. Atëherë në interes edhe të teleshikuesve, sepse ka shumë keq kuptime për disa çështje që kanë lidhje me mua. Pranimi i detyrës ministrit brendshëm në një moment kritik që e pranova në 2017, kur ju e dini Partia Demokratike ndodhe në çadër, ishte larguar nga institucionet dhe ishte pikërisht ndërhyrja e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe administratës presidentit Amerikan që mundsoi një marrëveshje politike midis kryeministit Rama dhe drejtuesit Partisë Demokratike zotit Basha. Dhe thirrja për të kontribuar në vendin tim ishte një thirrje e të cilës un jam përgjigjur atëherë, do t'i përgjigjem edhe sot, në rast se këto protesta do të kërkojnë një ministër të brendshëm, por edhe derisa të kemë mundësi dhe aftësi mendore, profesionale dhe fizike për të shërbyer vendit, jo vetëm Shqipëri, por në Kosovë dhe kudo është e nevojshme. Po ti ishe sot ministri i brendshëm, çfarë do bëje në këtë situatë? Në këtë situatë, po tisha ministri i brendshëm, e para herë nuk ka asnjë mundësi që tisha ministri i brendshëm. Po tishe, po them. Por po tisha, sepse do t'i themi atyre që kështu mund edhe të veprohet kështu. Por po tisha ministri i brendshëm, do t'i bëja thirrje spari protestuesve të vazhdojnë këtë demonstrim paqësor, shëmbullor, nga i cili po merr shembull jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të gjithë vendet perëndimore, kurse profesionistet policisë shtetit do t'i bëja thirrje që të mos provokonte protestuesit, në mënyrë të veçantë atë që ka bërë sot, duke rrafur dhe masakruar në shkelet ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtës se si veprojnë forcat e rendit ndaj protestuesve. Pra të mos i provokojnë, të mos i godasin, të mos i masakrojnë dhe më kryesorja dy gjëra. Pika parë, do pastroja nga radhat e policisë një pjesë të madhe të drejtuesve të zinxhirit komandues, të cilët janë të lidhur drejt për drejt me grupet e trafiqeve të drogës, me trafikantët, me grupet e të fortëve, për shkak se kjo ndërhyrje, siç e kemi thënë, gjatë gjithë fushatave elektorale, jo vetëm nga denoncimet që kemi bërë ne, por nga të gjitha rastet e hetimit të spakut është vërtetuar. Së dyti, do t'i bëja thirrje forcave të policisë që të distancohen në mënyrë të veçantë nga bashkëpunimi me shefat e tyre dhe të zbatojnë vetëm ligjin, për shkak se policia është atje për të zbatuar misionin e saj, për të siguruar rendin dhe sigurinë publike, jo për të shërbyer rilindjes, dhe tashmë policia e shtetit në mbi 70% është e mbushur me patronazhist. Në qoftë se ti do ishe polici thjesht, do ishe në rresht të parë, do të vinte një gur nga një protestues, do të dhemte aq shumë sa edhe kur të them shumë harron nganjëherë dhe detyrën dhe individualist fillon instiktet. Fillon instikte, që do më thënë, sepse mund të jetë dhe një variant kështu. Hajde të provokojmë dhe pastaj ne të realizojmë atë që duam. Të godasim policin, polici do filloj të reagoj, si do veprojnë nëse do ishte një polic në rresht të parë.
Absolutisht shumë pyetje e drejtë, e kuptoj edhe qëllimin e pyetjes. Absolutisht. Unë kam qenë pjesëtar i forcave speciale, si që u thash, edhe në vitet 94, 95, 96, 97, periudhë në të cilën Shqipëria ka qenë në një periudhë kaotike, ku këto gurët që thoni ju, nuk ishtin asgjë më pak se sa pluma deri te Granat Helset, për shkak se një pjesë e madhe e grupeve të Shqipërisë ishin të armatosura që nga tanket, mjetet e blinduara dhe gjithë mjetet dhe armët e tjera të këmbësorisë. Unë e thash Shqip, mund ta them edhe në gjuhën angleze, nëse ju jeni të interesuar që oficerët protestuesit duhet vazhdojnë të protestojnë në mënyrë paqësore, në mënyrë ekselente siç po protestojnë deri sot. Gjë të cilën unë kam bërë edhe thirrje dhe gjatë bashkëpunimit me një pjesë të madhe të drejtuesve të saj në Shqipëri. Edhe sot kur policia ka provokuar, kanë komunikuar me mua çfarë mendimi ke, kam thënë larg dhunës, larg shkeljes së ligjit, larg thyrjes së asnjë xhami. Dhe pikërisht ajo që jep peshë dhe rëndësi dhe që shkatron imazhin e kryeministit Rama dhe e dëmton narrativin e tij, është që kjo protest po protestohet me fëmijë të vegjël, me bebe, me familjar, me rini. Po, se strategji dhe kjo apo jo? Nuk e di. Ngelet për të pyrë. Që domethënë dhe bebet. Edhe kjo është e kontralishme. Ja, është e kontralishme. Më vjen keq. Ju jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një fëmijë që është atje, domethënë një njeri i pandërgjeshëm, një gur, një flakece, një ujë, një gur. Tashmë ka 33 ditë që Shqipëria po i jep leksione demokracie të gjithë vendeve demokratike për mënyrën se si protestohet. Nuk është as pak e vërtet dhe nuk është reale kjo që thoni ju, që është e paligjshme, nuk është e duhur që të marrësh të protestosh me fëmijë, për shkak se e drejta e protestës është një drejtë legjitime dhe protestat paqësore kundër vjedhjes, kundër shitjes vendit, kundër shkatërimit, kundër korrupsionit, kundër drejtimit nga një strukturë politike ignorante që i shërben vetëm largimit të shqiptarëve dhe agjendave anti-shqiptare, është e drejtë dhe askush më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat promovojnë demokracinë në të gjithë botën, e mbështesin dhe ju e keni parë që ambasada amerikane ka qenë plotësisht në mbështetje të këtyre protestave shumë qytetare. S'ndryn ambasada. S'ka pse ndryj asnjë ambasadë. Tani, ka qenë në mbështetje thash. Si? Ja, shumë pyetje e bukur. Ju e dini që në të gjitha rastet kur kemi pas protesta të thirrura nga Partia Demokratike ose nga opozita e bashkuar, ju e dini menjëherë që ka një strukturë standarde, SOP, Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet ambasadave në vendet përkatëse ku zhvillohen protestat, bën lajmërime pra ku informon për nivelin e rrezikut sipas ngjyrave të caktuara, qytetarët e saj, por edhe personelin diplomatik dhe ushtarak që ndodhet ose operon në vendin përkatës. Dhe pikërisht në rastin e Shqipërisë, edhe pse masiviteti ka qenë mbi 200.000 veta, për shkak të mënyrës dhe të drejtës legjitime dhe të metodës qytetare shëmbullore të këtyre qytetarëve, ambasada amerikane ka qenë në mbështetje të plotë të këtyre. Këto protesta mendohet dhe thuhet, siç i dëgjojmë në televizione, në shtyp, në gazeta, që janë edhe kundra Amerikës. Si e mendon? Absolutisht, kjo është edhe kundra Izraelit. Absolutisht, atëherë më lejo të të siguroj dy gjëra. Duke qenë se jam në kontakt edhe me njerëz të rëndësishëm të cilët kanë ose monitorojnë një numër të caktuar të grupimeve që përfaqësojnë apo që organizojnë këtë protestë. Gënjeshtra më e madhe dhe narrativa për të siguruar mbështetjen e perëndimit dhe për të luajtur rolin e viktimës është tashmë prej 14 vitesh. Rama është mjeshtër i asaj që njihet si teoria e përdorimit të Maskirovskës, mashtrimit, dizinformimit, keqinformimit, luftës gri, luftës hibride, por që kjo narrativ nuk është e vërtet për shkak se shtetet shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, janë populli më pro-amerikan dashës në të gjithë botën. Së dyti, këto nuk janë protesta kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk ka asnjë lidhje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shqiptarët në të gjithë botën janë ylli polar, sepse janë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të
të cilat nga njëra anë mbrojtën me presidentin Wilson ekzistencën e shtetit shqiptar, por gjatë gjithë historisë tyre, por edhe në vitet 99 ku mundsuan nëpërmjet vendimeve të presidentit Clinton, presidentit Bush dhe vazhdimsi me presidentin Obama, me presidentin Trump, Biden dhe aktualisht presidentin Trump 47-ën, ku kanë mbështetur gjithmonë çështjen kombëtare. Dhe po t'i referohemi strategjisë sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës të datës 12 dhjetor 2025, Shqipëria, Kosova, shqiptarët e Maqedonisë Veriut e me radhë, Ballkani Perëndimor përcaktohet si pikë dominante e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe duke deklaruar qartazi si domen amerikan dhe do të intensifikohet lufta kundër ndërhyrjeve amerikane dhe kundër ndërhyrjeve të influencës ruse dhe kineze. Dhe për ta përmbyllur përgjigjen tuaj, është paraqit si protest amerikane për të siguruar mbështetjen kryeministri Rama ndaj presidentit Trump. Ndërkohë që është ai që në fillimin e këtij procesi e paraqiti ishullin e Sazanit si një promë private, ndërkohë që Sazani është një aset strategjik i Shqipërisë dhe ka një rol të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare. Dhe këtu në këtë rast, dhënia e dyshimit e ishullit Sazanit, jo tek dhëndri i presidentit Trump, pas investimet amerikane janë qëja më e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Përfshirja e personave dyshimt dhe një pjesë e madhe e investimeve ku në Shqipëri, tashmë në Zvërnec, ju e dini që investitorët më të mëdhenj janë trafikantët e drogës, të cilët janë të gjithë miqt e kryeministrit. Tani, protesta nisi si një protestë qytetare, por tani ka filluar po devijon. Po shkon në një protest opozitare, sepse kemi parë në protest shumë parlamentar bile ka dhe përqafime të deputetëve të opozitër, kur deputetët e tjerë të pozitës po i godasin. Absolutisht kjo nuk është e vërtet, 100% është e fakt. Ma lejo të argumentoj. Unë, Zoti na ka dhënë aftësi dhe mundësi për t'i argumentuar, jo për propagandë. Dhe ky është dallimi midis Ramës, një mashtruesi akronik. Jo, Gjingjoni sot. Më lejo, te Gjin. Tash po çfarë Gjin Gjonin, më lejo më lejo se mbase do vi atje ku do ti. Po, jo pëlqen ty. Jo s'dua fare unë dua. Atëherë, të nderuar teleshikues, të nderuar bashkoambassador në Shqipëri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Motoja e kësaj proteste është e qartë për çdo që tenton të bëj propagandë nga të dy kampet politike. Është një protest kundër establishmentit politik 34 vjeçar. Dhe ju i dini që thirrjet kryesore në 85% janë kundër Ramës, por një pjesë tjetër është edhe kundra opozitës. Sigurisht që deputetët e të gjithë parlamentit shqiptar, përfaqësuesit e çdo spektrumi politik, janë në siklet madh. Nuk janë vetëm siklet vetëm deputetët e Partisë Socialiste, po janë edhe deputetët e tjerë. Sepse edhe ato janë pjesë e humbjes. Sepse po krijohet fatmirësisht pas 34 vjetëve një klasë e re politike e cila do të duhet të krijohet, do të duhet të krijojë ndoshta edhe vite më parë, për shkak se pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të opozitës, Partisë Demokratike dhe gjithë partive tjera rreth saj e ka të pamundur për të përballë me këtë establishment, establishment i cili ka përdorur të gjithë metodat e pastra, të pistra, të ligjshme dhe të paligjshme për të krijuar, për të futur në fushën e lojës me rezultatin 5-0. Pra, në të gjitha rastet kur Partia Socialiste futet në garë ose në zgjedhje, unë e kam argumentuar sepse kam pas fatin të drejtoj si ministri i brendshëm një fushat elektorale. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Në Shqipëri ka një procedurë që quhet zgjedhje, por që zgjedhjet janë të paligjshme, tashmë të vërtetuara me zë dhe me figurë në një libër hiç më pak se sa 700 faqe ku grupet kriminale, administrata shtetërore, çdo gjë intimidohet, zgjedhjet blihen ditën dhe natën ndrohet rezultati, pasi me përfundimin e mbylljes së kutive, 35-40% e rezultatit mbushet në mënyrë fiktive. Dëgjoj, këto ne jemi në një brez që i kemi përjetuar të gjitha situatat.
Ne kemi parë si kanë erdhur zgjedhjet në Shqipëri dhe si filluan ato dhe si vazhduan pastaj që ishte një keq kuptim i keq i shpërdorur i demokracisë në variantin që ashtu siç ndodhi. Tani në këto momente që jemi ne dhe në këto momente që është Shqipëria. Ti mendon që duhet të ketë zgjedhje të parakoshme apo duhet të ketë dialog politik? Absolutisht që nuk duhet të ketë zgjedhje të parakoshme për momentin. Dialogu politik është i nevojshëm aq më tepër në një moment kur ndodhemi një situatë kritike, geopolitike, në një përplasje ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë në një konflikt të hapur në Iran, ku Irani në mënyrë të paligjshme, qeveria e Ajatullave, qeveria numër 1 në botë, që mbështet terrorizmin ndërkombëtar, jo vetëm nëpërmjet proxyt, por edhe me aktor dhe faktor për të cilat unë vetëm për Iranin, për të ekspozuar terrorizmin e Iranit kam botuar hiç më pak se 3 libra unik, të cilat nuk i ka botuar për te ndjes për modestin, për mungesën e modestisë, po si ka botuar asnjë autor shqiptar askund deri më sot. Dhe është pikërisht situata gjeopolitike ku kemi një konflikt tashmë prej 5 vitesh midis një pushtimi kriminal të paligjshëm të Federatës Ruse kundër Ukrainës dhe dialogu politik është i jashtëzakonshëm. Përmenda vetëm këto 2 gjëra. Për shkak se mund të ndikoj. Prit një sekond. Për shkak se sepse duhet ta çoj njerëzit kanë nevojë që të dëgjojnë ta argumentoj deri në fund pse. Shqipëria duhet të ndjekë një dialog politik. Protestat duhet të jenë paqësore, sepse një destabilitet geopolitik, i konflikt midis forcave do të ishte shumë i dëmshëm jo vetëm për Shqipërinë, do ta çonte Shqipëri shumë vite mrapa. Dhe prandaj unë gjithmonë kam bërë thirrje, absolutisht çdo gjë kundër thunës. Por nga ana tjetër duhet të jetë i përgjegjshëm edhe kryeministi Rama, i cili në të gjitha rastet përpiqet që t'i provokojë protestuesit me qëllim që të justifikohet pastaj përdora forcën dhe un jam këtu për të qëndruar, pra duhet të dëgjoj. Tani pse jo qeveri pse nuk duhet të ketë zgjedhje të parakoshme, sepse me këtë sistem politik, sistemin e firmosën 2008 nuk ka garë politike më në Shqipëri. Do duhet që kryeministri Rama t'japi tërheqjen, të zbatohen 6 deri në 10 pikat e protestuesve, dhe unë besoj që do arrihet kjo punë, në mënyrë që të krijohen kushtet për një sistem të ri politik në Shqipëri, ku shqiptarët të përfaqësohen më gjerë, pasi ju dini që rreth 40% e shqiptarëve nga që nuk shkojnë kutitë e votimit për shkak se nuk besojnë në 2 forcat kryesore politike, qofshin të majorancës, qofshin të opozitës. Dhe për rrjedhoj duhet kriju një qeveri teknike 12 mujore, e cila do të jetë përgjegjëse për pastrimin e radhëve të shërbimit informativ kombëtar. Do ketë prapë revolucione të tilla? Jo revolucion, qeveri si çikët ju nga puna do ikin absolutisht largimi sepse nga puna ku munges specialistë. Largimi nga puna ben i dashur zoti Arben. Largimi i njerëzve nga puna është ngjarja më kriminale dhe e jashtëligjshme. Për shkak se largimi nga puna i njerëzve që kanë dedikuar jetën shërbimin ndaj ministrive, institucione përkatëse, shkrimi më i madh. Por do të duhet një pastrim radikal, sepse në të gjitha instancat shtetërore shteti drejtohet nga njerëz analfabet. Po flasim për drejtues. Njerëz jo kompetent, dhe në rast se fillojmë që nga drejtuesit më të lartë shtetit, për të cilët nuk jam këtu për të argumentuar, më thoni një drejtues të shtetit që ka folur ndonjëherë, janë inexistent, rrinë në zyret e tyre vetëm për të luajtur domino, për të luajtur letra, thot një mik i imi, një biznesmen i suksesshëm këtu në Michigan, lozin vetëm letra dhe domino dhe janë atje vetëm për të kaluar dhe firmosur. Ndërkohë që ju e dini tashmë që paktën janë mbi 60 kryetar dhe ish kryetar bashkie të rilindjes, të cilët janë njerëz me precedent kriminal, kanë qenë ish trafikant drogës, ke 18 deputet, ish ministra dhe 2 kryeministra të përfshirë në aferat korruptive që kalojnë shumën 2 miliard euro. Një pyetje tjetër, si specialist i fushës. E mendoni se Shqipëria po përballet me format e luftës hibride dhe të keq informimit?
Absolutisht jo, është pjesë e narrativës Edi Ramës dhe pikrisht unë ja u argumentoj në mënyrë shkencore gënjeshtat dhe mashtrimet e tij. Kjo është një protest, nuk është protest partijake. Pavarësisht se të gjitha partitë politike, që nga Partia Demokratike, Partia Bashk, Partia e Qorrit, Partia e Sheajt, Partia e Lapajt, të gjithë po përpiqen të hiqen sikur janë atje. Në fakt, të gjitha ata protestues protestojnë për keq qeverisjen e vendit. Tashmë që zërat të fuqishëm, të cilët Edi Rama nuk i blen dot. Zëra, përfshi edhe zërin tim, që jam çdo ditë nëpër media, që denoncojmë përfshirjen e elementëve kriminal, përfshirjen e trafikantëve të drogës, lidhjet e kryeministit me të gjithë shqiptarët trafikantët e Shqipërisë, dhënia statusit të investitorëve strategjik, që tashmë të gjitha i ka vërtetuar SPAK-u dhe investitorët cilët kanë qenë përfshirë në Zvërnec, por jo vetëm, të gjithë janë antarë që i kanë përfituar të dhënat nëpërmjet trafikut drogë. Dhe plani për ta depopulluar, për ta populluar Shqipërinë dhe për të sjellë dhe për të dhënë ligje dhe për të dhënë prova, siç është paketa e maleve, ligjet për dhënien e 100.000 hektarëve shtetasve tuaj, është agent anti-shqiptare, është agent që deri në vitin 2030-2040 ka shpopullimin dhe depopullimin e Shqipërisë. Dhe pikërisht ne nuk do ta lejmë Edi Ramën. Edi Rama mendon që është mbreti i Shqipërisë, ju sjell këtu në vëmendjen time edhe argumentet e arkitektit shuar francez, i cili thot ne tashmë e dim që në Shqipëri nuk ka as opozit, nuk ka as popull që kundërshton, nuk ka as ligje, as zbatim ligje kushtetute, as një nga ligjet e Bashkimit Evropian, në cilën falso ne pretendojmë që do shkojmë drejt 2030-s, për shkak se ju e dini që Bashkimi Evropian nuk pranon një kusht, do të plotësosh kushte. Shqipëria nuk plotëson asnjë kusht. Dhe pikërisht në këtë rast, ajo që ne për cilën jemi ngritur dhe flasim çdo ditë është që duhet largohet ky kryeministër në mënyrë që një qeveri kalimtare 12 mujore të pastroj administratën, të pastroj policinë, shërbim informativ, forcat armatosura, pjesën civile, jo ushtarake, sepse pjesa ushtarake drejtohet nga një person shumë profesionist, siç është për shembull shefi i shtabit, kolegu im dhe miku im Arben Kingji, por për të krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndeshme në mënyrë që shqiptarët të hedhin në kutinë e votimit vullnetin e tyre. Domethënë, kjo situatë që sot si luan si lexohet për të shkuar në integrimin e Shqipërisë në Evropë. Pengon? Absolutisht, mund kishte qenë pyetja pak më e drejtë për drejtë. Spari, a ndikojnë këto protesta për ta quar mbrapa procesin e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, dhe së dyti mund të ishte edhe një pyetje tjetër që a e dëmtojnë këto protesta turizmin. Tashmë që gjendemi në kulmin e turizmit. Besoj që këto dy pyetje ishin. Po. Spari, këto protesta jo vetëm që nuk e pengojnë, por e përshpejtojnë procesin e integrimit evropian, për shkak se ajo që kemi parë është rritur numri i turistëve. Një pjesë e madhe e turistëve tashmë vinë për të marrë leksione, mësime të nxjera se si protestohet në mënyrë paqësore. Ju tashmë kam kontakte me që nga drejtuesit e Komisariatit të Policisë Rinasit, të cilët po më thënë sa po zbresin turistët gjerman, francez, suedez, norvegjez, finlandez, na thonë zoti oficeri policisë, si mund të drejtohemi për të parë pjesë në protest? Së pari. Së dyti, ju i keni parë protestuesit. Kemi zëvendës presidentin e Bashkimit Evropian që ka ardhur dhe ka folë pro protestuesve. I ka kujtuar jo më larg se 2 ditë më parë fatin e Ceausescut, është rumun me origjinaj. Së treti kemi përfaqësues nga Bashkimi Evropian, deputet parlamentit evropian, të cilët kanë ardhur dhe protestojnë dhe po flasin për protestën dhe për jehonën e jashtëzakonshme që ka dhënë kjo protest mbar botën. Për sa i përket pyetjes tuaj,
shumë të zgjuar. A e dëmton kjo turizmin? Turizmin nuk e dëmton asgjë tjetër. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj, është e vetë Edi Rama dhe administrata e tij që e shkatruan përfundimisht turizmin, sepse ju e mbani mend në qeshojën e verës kaluar janë vetë fadromat në porosinë e Edi Ramës, të cilat filluan shkatrimin e hoteleve dhe ndërkohë që i kishte mashtruar, i kishte marrë votat gjithë malëcorëve të thethit, çoi fadromat në kulmin e turizmit malor, ku vetë turistët me mira turist bën thirrje që të mos vihet në Shqipëri sepse qeveria katron hotelet e turistëve. Po fole kështu me këtë entuziazëm që ke, ti në zgjedhjet e ardhshme e deputet. Unë mund të kisha qenë deputet i dashur Beni. Unë mund të kisha qenë deputet dhe mendoj se jam shumë herë më lartë se ata që me dinjitet se sa një pjesë e madhe e analfabetëve dhe e ignorantëve që përfaqësojnë apo e përfaqësuesve të krimit organizuar, me trafiku drogës që përfaqësojnë sot shqiptarët në parlament. Një pyetje arsye sepse e kam ndjer veten jashtë. Sigurisht në një moment tashmë, me sa duket po vjen momenti. Ore këta nuk e u shqiptarët kanë nevojë për njerëz të pastër profesionistë që duan për të përfshirë në politikën aktive. Dua ta dëgjoj nga goja tënde tani sepse ka një rrëmuj, domethënë ka një mos sqarim i saktë. Është çik pyetje delikate. Sali Berisha në realitet sot e ka fituar, e ka hequr në gradën apo ka marrë vetëm një lek kalim? Çfarë komenti mund të them unë për statusin e profesor doktor Sali Berishës, më shumë se sa status i zyrtar. Është dhënë një waiver, është liruar masa e non gratës për të udhëtuar drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kemi një lehtësim të rastit të doktor Berishës dhe t'jeni sigurt që ky lehtësim pastaj me ardhin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai është një person që ka një eksperiencë gjatë dhe një kohë të gjatë në politikën aktive shqiptare dhe lidhje të jashtëzakonshme, sidomos me Partinë Demokratike Republikane, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që të mos krijojmë keq kuptime. Për politikanët shqiptar nuk ka ndarje për sa i përket politikës jashtme amerikane, Partisë Demokratike apo Republikane, por miqësitë e mëdha kanë qenë me presidentin George H.W. Bush të presidentit Berisha në atë kohë, nga 91 që po flasim 92, por dhe për rrjedhoj besoj që do të merren masa të tjera. Tashmë presidenti, kryetari i Partisë Demokratike para 4 ditëve e ka deklaruar qartësi statusin e tij para gjithë shqiptarëve. Nuk jam pretendent për kryeministër, mbështes kërkesat e protestuesve dhe një nga kërkesat kryesore të protestuesve është që nuk do të ketë më mandate për persona që kanë qenë më shumë se 2 herë. Nuk lejon as ato që kanë qenë, as ato që janë. E pyetje fundit. Dhe ky ligj e trem diktatorin Rama, sepse diktatori Rama mendonte që do qëndronte për jetë në pushtet. Ai e di se si do rri, nuk e di unë. Po, e tmerrshme. Tani, mbas një viti, si e shihni Shqipërinë? Në rast se ky proces jetik politik për Shqipërinë, prodhon largimin e kryeministit Rama, krijimin e një qeverie teknike, ndryshimin e ligjeve. Mos ta bëj analizën si e një në Shqipërinë, të gjitha këta kalojnë në trurin tënd dhe do mjaft. Në rast se ky revolucion dështon, Shqipëria është drejt statusit të vendit diktatorial, drejtohet nga një diktator i cili të gjitha vendimet i merr me kokën e vet dhe sipas interesave të masterve të tij që janë lozha franceze, edhe më tepër nuk po vazhdoj. Po nëse fiton revolucioni? Nëse fiton revolucioni, do shikoni fytyra të reja të përfshira në politikën aktive shqiptare, do shikoni reforma sociale, politike, ekonomike, shëndetësore, arsimore, sigurie, të mbrojtjes së sigurisë, krejt të ndryshme, do shikoni njerëz dinjitos që nga kreu i shtetit dhe deri në nivelet më të poshtme, të cilat
do të duhet të kenë mbi çdo gjë tjetër interesat kombëtare dhe përjelloj me kalimin e viteve brenda 2 deri në 3 vite se me sus nuk bëhen gjërat, niveli i jetesës së shqiptarëve do të ngrihet, roli i Shqipërisë do të jetë më i madh dhe një pjesë e madhe e njerëzve të cilët janë larguar si pasojë represionit, varfërisë, korrupsionit, shtypjes, mungesës së drejtësisë, mungesës së sigurisë do të kthehen dhe ato 5 lek që kanë krijuar me diesën e ballit në diasporë do të investojnë në Shqipëri dhe brenda 4 deri në 8 viteve të ardhshme Shqipëria do të jetë një Shqipëri tjetër, një Shqipëri e rilindur nga largimi i rilindjes anti-shqiptare, më anti-shqiptare të tyre 83 viteve të fundit. Në rregull, mbas një viti, po edhe një çik më parë se të shkoj vitin, do të jemi prap këtu se do ketë zhvillime të tjera. Unë të vlerësoj shumë për këtë analizë të thellë që bëre, sepse ti e brenda ke qenë vetë, ke përjetuar vetë dhe si ministri i rendit. Jam çdo ditë në kontakt me drejtuesit e gjithë ministrive me nivelet më të larta, përfshi këtu edhe një pjesë të rëndësishme të deputetëve të Partisë Socialiste, por në mënyrë të veçantë të drejtuesve të Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Rendit, Shërbimit Informativ Kombëtar, Ministrisë dhe të Ministrisë Jashtme, të cilët të gjithë shqetësimet na i dërgojnë këtej në diasporë dhe na thonë që ju lutem bëuni zëri jon sepse ne nuk guxojmë të flasim para kryeministrit, sepse ju e dini që po hapëm gojën, fati jon është largim nga puna. Unë po rritek pyetja që të bëra pak më lart, që më bëre entuziast dhe po e mbyll këtu me entuziazmin që mbas një viti ne do jemi shumë më mirë se sot. Faleminderit Dritan. Nëse revolucioni po, jo nëse dështon, nëse revolucioni dështon. S'po e them. I dashur bene ne do të jemi këtu, ne jemi larg, unë dhe ju jemi larg një telefon. 30 sekonda dhe në çdo moment që do më kërkoni për të ardhur këtu, do të vi këtu si një shqiptar që du Shqipërinë, jo si një militant i Partisë Socialiste apo i Partisë Demokratike. Në mënyrë absolute refuzoj përpara çdo parti politike përpara kombit shqiptar. Ka keq kuptime, sikur unë jam zëdhënë si njërit apo tjetrit, janë keq informime, janë keq kuptime, të cilat nuk janë as pak të vërteta dhe unë përrjelloj i refuzoj në mënyrën më të prerë. Faleminderit Dritan. Dua të kem gjithmonë të pranishëm duke analizuar situata në podcast show. Faleminderit që na ndiqni dhe na ndiqni në episodin e radhës me një tjetër personalitet. Na ndiqni.